هل ترى ينفع الندم حينما زلت القدم هل ترى ينفع الندم حينما زلت القدم حرقة تملأ الجوى والحشا يمضغ الألم والحشا يمضغ الألم هل ترى ينفع الندم حينما الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتول أمرنا وفك أسرنا وارحم بعثنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واستجب دعاءنا يا مجيب السائلين يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم تداشر vëllezër musliman Allahu Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluh me këtë ajeti kerim që urdhënon Allahu alem bi muradi ne jetojmë disa minut dhe marëm disa frim në hijen e fjalëve të Allahu Dhul Gjelal dhe në kulmin e medresës së Rasulullahit alayhi salatu wassalam duke i lutë Allahut fuqi plot Allahut të gjithdijshëm dhe plot mëshirshëm që ai me mëshirën e vet neve si gjunahqar pre azapit të xhehenemit të na shpëton Jannetul Firdausin nasib të na bën. Amin. Vëllezër të dashur. Dje i tham disa fjalë në pika të shkurta mbi falenderimin dhe shëqirin që duhet bë Allahu Dhul Gjelal. Nga se Allahu Dhul Gjelal na ka dhënë shumë të mirat e tij nuk kanë fund, andaj ka thonë fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Pra më përmendni mua dhe më falenderoni dhe ma dini shiqirin dhe hamd më bëni. I tham sa fjalë lidhje me këtë urdhër të Allahu Dhul Gjelal dhe këtë obligim që ka çdo besimtar. Ajetin që lexova para jush sot me këto Allahu Dhul Gjelal na porosit përsëri që ta falenderojmë. Dikend por ai që vin në rend pas falenderimit të Allahu Dhul Gjelal është prindi, ose thon ndryshe nana dhe baba. Allahu Dhul Gjelal thot wa wasayna al-insana e kemi këshillu, e kemi porosit, e kemi bë vasijet njeriu që ndaj prindërve të sillet mirë. Subhanallah, Allahu Dhul Gjelal pre arshi Allahs ka qu urdhër special mu edhe ty dhe mbar muslimant me një nend të posaçëm që neve të na porosit që të sillemi mirë ndaj prindërve. U wasayna al-insana biwalidayhi husnan. Sa ma mirë të sillen ndaj prindërve. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Pasi që përmend prindët të dytë, thot nana e ka bartë vështirësi pas vështirësie. Wa fisaluhu fi amain. Dhe i ka dhënë qumsht 2 vjet të plota. Nga kjo kuptohet që fëmiu ka të drejtën e qumshtit 2 vite të plota nëse nuk ka ndonjë pengesë, nëse nuk ka ndonjë arsye. A sipas modës, me largu fëmin prej xhirit sa më shpejt, ajo nuk është në rregull sipas Islamit. Pra obligim i nanës është që fëmiu t'i jep qumshtin aq sa ka mundësi, nëse ka mundësi deri në 2 vite të plota. Pastaj pas kësaj anishkur li wali walidejke. Mu të mbësh shqyqir, thot Allahu Dhul Gjelal, edhe prindërve. Subhanallah. Aq lartë është ngrit
falenderimi dhe respekti i prindit me shiqirin Allahu dhul xhelal. E nishkur li wali walidejk. Subhanallah. Allahu t'ja di shiqirin, ta falenderosh, edhe prindet të mos i nënçmosh, por ti nderosh, ti respektosh. Respekti prinderve është në shumë formë, në shumë mënyra. Njëna prej tyre është ta ndëgjosh kur të porosit, ti përgjigjesh kur të urdhëron, zërin më lartë se tot të mos e ngresh kur të flasish, të kesh kujdes, para tyre të mos ecish, para tyre të mos e ngresh zërin dhe duke fol ato të mos ja ndërpresish bisedën. Po që se janë të vdekur të lutesh Allahut për faljen e tyre. Nga se një njeri tha, ja Rasulullah, po unë që i kanë prindet të vdekur, tha, jep sadaka për ata, bon hajrat në emën të tyre, dhe lutu sa të kesh mundësi. Andaj Allahu dhul xhelal lutjen në namaz e pranon, mësë tepërmi se çdo herë tjetër. Andaj na është lejuar që në fund të namazit të themi Rabbana gfirli wa li walidej, o Zot më fal mua edhe prindet e mi. Nga ato të mira të cilat i lën mrapa besimtari, prej të cilave mund t'i shkon në shpërblim dhe sevap pas vdekjes, e para sadakatun jari, në saj kalon doni hajrat. E dyta ilmun yuntafa'u bihi, dyturi të dobishme, dhe e treta waladun salihun yad'u lahu, kalon evlat të hajrit, të mirë, të udhëzuar, të edukuar, dhe ata luten për ta. Pra lutja për prindet pas vdekjes është një nga mënyrat me të cilat mund t'i afrohesh e ta bon halal, se hakut nuk u dilet, prinderve nuk u dilet hakut. Asnjëherë, po asnjëherë. E pyti njëni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe tha, ja Rasulullah, cila është puna më e mirë, më e dashur te Allahu dhul xhelal pas imanit? Tha, es-salatu li waqtiha, namazi në kohën e vet. E dyta, birrul walidein, me njëherë pas namazit itati dhe respekti prindërve. Pra namazi bëhet për Allahu dhul xhelal dhe respekti prinderve bëhet për Allahu dhul xhelal, dhe pas namazit me njëherë respekti prinderve. Pastaj tha, ja Rasulullah, pastaj tha el gjihad, gjihadi në rrugt të Allahut. Subhanallah, itati dhe respekti prinderve i prin gjihadi. Sa që një djalosh shkoj te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha, ja Rasulullah, unë du të vi me ty në gjihad. Tha, a ke prindet gjatë? Tha, po. A i ketë moshuar? Tha, po, ja Rasulullah. Tha, kanë nevoj për ty? Tha, po. Atëherë tha, rri me prindet tu dhe bëju hizmet atyre, dhe të kesh problem nga Allahu më tepër se të vish me mu në gjihad. Subhanallah, të shkojsh me pejgamberin gjihad, sa punë e madhe është, por respekti prindve ja kalon. Vëllezër të dashur, Kurani Kerimi nuk kalon një punë të dobishme përveç se na ka porosit. Nuk kalon punë të dëmshme përveç se na ka tërhekur vërejtje. Ajetet dhe hadithet dhe fjalët e ulemave, të cilët kanë të bëjnë me respektin e prinderve, duhet të na bindin se me të vërtet respekti i prinderve është punë shumë me vlerë, është punë shumë serioze. Na nuk duhet të flasim kështu mbi respektin e prinderve në aspektin klasik, por duhet të ndalemi në praktik të shohim sot gjendjen tonë. Si është raporti i të rive tanë dhe të rejeve tona me prindër? Si është raporti? është humb respekti. Me të vërtet është ftohtë marrëdhënia. Me të vërtet modernizimi dhe modeli huaj ka pru deri në atë shkallë që disi duhet të emitojnë të huajt edhe në raportin tonë me prindër. Të huajt ja kanë pa sherrin, vëllezër të dashur. Të huajt, du të them jo musliman, ja kanë pa sherrin largimit ndaj prindërve. Dhe mo atje dihet, në sajet të demokracisë, ashtu të quajtur, prindi nuk ka të drejtë ta edukon fëmin e vetë se me njëherë paraqet në polici. Demokracia e madhe dhe. Prindi zguzon ta prek fëmin.
Se me njëherë telefonin, vinë policia, ja marrën fëmijën, usos. Zoti na rujt. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka tha? Muru auladakum bis salati fi sab'in wadribuhum fi 10. Subhanallah, në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ekziston porosia që fëmin tënë ta urdhërosh në namaz kur i ka 7 vjet. E po që se nuk falet i ka bo 10 vjet, çka duhet me bo? Duhet me hek veshin pak dhe mira një shuplak. O vëllezër të dashur, ndonjëherë vlen dhe jo për kot. Hoxhallarët e vjetër kanë thonë, qyteti ka dalë prej xhenetit. Një fjalë tjetër e kanë thonë, atje ku të bjen hoxha nuk djeg zarmi i xhenemit. Çfarë pedagogjie? Qyteti ka dalë prej xhenetit. Që do të thotë, qyteti nuk ka në xhenet. Por nëse hanë një shuplak prej prindit për hir të edukatës, ke me fitu xhenetin. Po që se nuk ka shuplak dhe nuk ka krehet të vesh, ka lajmërim polici, atëherë disfat në këtë botë, shkatërim në ahiret. U kri muhabit. Për fat të keq, ato normat pedagogjike, të cilat i vendosin atje në Bruksel, nuk vlejnë të të ne. Nuk vlejnë, ne jemi musliman. Të ne ka edukat, me dëvërtet. Dhe edukata jonë dhe tjetë shumë serioze me prindët tanë, vëllezër të dashur. E mira do t'ishtë që me bindje, me dëvërtet, ajo, klasa e pare edukimit është me bindje, me arsyje. Po ja që ndonjëherë nuk e ha pazari, e çka me bo? Atëherë edhe në shuplak, fëmiu, ose do t'a donë prindin, ose do t'friget. Po kur ai se donë edhe nuk friget, çka bëhet atëherë? Pra kemi ardhur në këtë shkallë, me të vërtet të çoroditjes që nuk ka respekt ndaj prindit. Zoti na ruaj. Subhanallah. O vëllezër të dashur, andaj ai që nuk e respekton prindin, le të jetë i bindur, i garantuar se nuk do të ketë respekt nga evladi i vet. Nëse don të respekton evladi ty nesër, ti respektoj prindin sot. Si ta respektojsh ti prindin sot, nesër do të respekton evladi jot. Po që se ti nuk e respekton prindin, atëherë prej tash ke gjuku vetveten me jo respekt fëmijëve tu. U kriki muhabet. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur u pyet nga një sahabi dhe tha ja Rasulullah, kujt prej njerëzive i kam borx më së tepërmi? Tha nonës tonë. Ta kush është njeri që ka prioritet, që unë t'i bëj respekt më së shumti? Tha o muke, tha nona jyti. Edhe njëherë tha ja Rasulullah, e pas nonës? Tha nonës dhe. E pas nonës ja Rasulullah? Tha babës. Pse 3 herë i tha nonës? Që që vëllajdo, haku i pari nonës është që e ka bajt. 9 muhi e ka bajt. Të ka bajt me dashuri dhe me frikë. Nuk ka pas frikë se po vritet ajo, po ty mos po të vret mrenda. Të ka bajt me frikë dhe me shpresë. Me frikë se po të ndodh diçka, me shpresë që ti të ka shnoshe mirë dhe të lindën këtë botë. E para ummuke të ka bajt. Pastaj ja Rasulullah, ummuke të ka lindë. Nuk është lehtë. Pastaj ja Rasulullah, ummuke. E treta të ka dhënë prej trupit saj gjirin, të ka dhënë qumshtit. A u bon 3. Pastaj ja Rasulullah, e bake. Pastaj vinë barabar, më prej këndej e tutje, baba dhe nona, edhe përsëri nonës i ke më shumë hak, se baba do njëherë e kalzonat fuqin e vetë. Por nona as njëherë, gjithmonë, subhanallah, gjithmonë nona rinë para djalit, gjithmonë nona rinë para fëmijë si fukara. E lut ato, për të mirë, po përsëri e lut. Andaj, një djalosh musliman e mori nonën e vetë prej Hadramautit. Hadramauti është një Yemen, gjë me 1000 kilometër larg Ka'bes. Prej Hadramautit e mori nonën e vetë në shtëpinë, por ajo nuk ishte në vetë dije bashmir, sa që krynte nevojnë kur se dinte. E mori në shtëpinë, e pruni në hax. Duke bo tavaf, pasi kryti tavafin e takoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tha ja Rasulullah, unë këtë që kom në shtëpinë, tha është nana ime. Tha me këtë e kam bo tavafin, tha Zoti të shpërblet. Tha ja Rasulullah,
e kam prunë prej Hadramautit në shpinë. Shpina ime ka qenë shal, në vend shalës, shpina ime, qafa ime tha ka qenë shal. Pos asaj, kjo në qaftë ime ka kry nevojnë. Unë nuk jam së këldis, e kom bardë dhe e kom lajt. Unë kur kam qenë i vogël, kjo më ka bajt dhe më ka lajt. E unë tash edhe e bajta edhe e lajta, au bon barabar, au pagujtëm, au kompensu kjo e imja me të bajtmen dhe lajtmen e saj. Tha sallallahu alaihi wasallam, si kur ti ta bash kë, sa ti e se gjallë, ta bash mos e lëshosh për shpinë e hiq, nuk ja ke kompensu vetëm dhimbje, një pjesë të dhimbjes së lindjes. Një pjesë të dhimbjes së lindjes, sikleti lindjes. Nuk mund t'ja pagush ta bash në shpinë sa ti është gjallë, ose sa tjetë ajo gjallë. Po halli atëherë ja Rasulallah, si do t'ju dalim hakut? Jo. Këtë i kanë dalë hakut prindit, hiqe për fjallorë. Hiqe, s'ka vend fjallorë kjo. Unë i kam dalë hakut. E kam ushtje, kom veshmbath, e kom qunë haqe, kom lora hat, u knaq, baba e mu knaq, be. Do me thonë, ato që s'kanë tërbije nuk din. Nëhere pa ta pyt njonin, thash, si e ki babën bre? Tha, baba em, thash, po joti. Shka me konë, baba em, tha, hoqë si tarak. Kështu thash s'ke fajti, një dru mu që të pyta, e mande ty që u përgjegje kështu. Baba dhe nona të e në prind. Edhe nga mos edukimi dhe nga mos edukata, kemi fillu t'ju themi prinderve, jo baba e nona, ato pleqt. Kështu ke, do me thonë pak, nguron të thush prindet e mi. Nguron të thush baba im, a i plaki, ato pleqt, cëllët, ato në dom të pleqve, që starë s'ki doma, për cëllët pleqje të folti, për pleqt e më halësa, po vlojdash, duhet pas të erbije edukat si duhet të silemi me prindet ta. Pra, si ti respektush ti, kanë me të respektu ato që dhe vinë pas temi. Nana dhe baba, gjennetuke au naruke, tha sallallahu alaihi wasallam. Nana dhe baba, pra prindet tu, janë o gjeneti yt ose gjehnemi jo. Ato janë gjeneti yt ose gjehnemi yt. Pse gjeneti yt? Po që se ju ke bo respekt, jo ju ke dal hakut, leje. Hiq ato i ke dal hakut. Po që se ju ke bo respekt. Dhe hakut s'ju ke dal, por rrugdaljat ta kanë bo halal. Janë knaq me ty dhe thonë birë ose bia ime halal të qafë. Elhamdulillah. A ka mishde më të madhe se me ndru jetë prindi e ty me të bo halal. Elhamdulillah. Mishde. El gjennetu tahte akdamil ummehat. Tha sallallahu alaihi wasallam, gjenneti është në fund të këmbëve nanës. O vëllezër të dashur, këtë edukat, këto thonje, këto porosi, këto këshilla kuranore, pejgamberike, vetëm ky ummet i posedon. Vetëm ky ummet i cili e ka emrin ummeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Këtë edukat vetëm na e posedojmë. Andaj nuk ka nevojë të hazojmë prej tjerëve se si duhet të sillemi ndaj prindërve. Ju dini se njeriu në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka marrë babën në shtëpinë, e ka çuar në xhami dhe prej xhamie prap në shtëpi. Në shtëpinë e ka bërë. Në shtëpinë e ka bërë babën, e ka çuar në xhami dhe prej xhami e ka çuar në shtëpi. E tash njëri ka një kerr kështu luksus të mirë, të shtrenjtë, prej modelit matri, e i thash në njënit, një xhamatit, thash, djali kish ble një kerr shumë të mirë, thash ta gëzon. Tha po le ta gëzon për vete. Thash pse, po ti as hip hiqa, ju, mund, tha, po kum hip muaj në atë kerr? Ja përlong jër hoshta. Mo bre, ja përlong. A ti nuk ja ka përlong shpinën, baba në xhami, ati qetrit nuk ja ka përlong nana shpinën dhe qafën, s'ka thonë ka përlong, po e ka bajt dhe e ka lajt qafën e ti, edhe s'ka kursi. Këtë edukat që posedojmë ne në sajt kësaj feje, elhamdulillah, të mos në mbet të lakmia në modelet e huaja. Rinia jonë duhet tjetë mirë njohës në këti dini,
Se ato çka ta porosit Allahu dhul xhelal ty për prindët tu, automatikisht i porosit fëmijët tu për ty. Pse se këllëdisësht? Po qenë ka zamet, more me ju bo hall, a kështu a? A kështu në babës e nanës? Po qështu. Qështu vllai dashur, babës edhe nanës qështu duhet me ju bo respekt, nëse ti donë të të bëjnë respekt ata të cilët do të vinë pas teje. Përndryshe dënimi është shumë i rrept, prej ndonjë. Ka qenë një sahabi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me ka pas emrin Alkame. Hiqaje meshhur është, ke dëgjuar? Ki Alkame kishte qenë shumë xhamat i mirë, shumë sahabi i mirë. Mirë, po kur i vin vdekja, nuk mund ta thot shahadetin, nuk ka mbyll goja sa ne dëshmon shahadet. I thon shokët e vet, thuj la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Se është një parim kur e shohim dikën se është dhon emanetin, që kujtojmë shahadetin. Dhe si ta ndëgjojmë se e ka thon shahadetin, elhamdulillah, ka shku me iman u kurtalis. Por i thon o vlla, thuj shahadetin, s'mundet ta thon. Kur i thon diçka tjetër folën, kur vinte shahadeti mbyllet goja. Subhanallah. Shkojnë i kallëzojnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, filani po do me dek. Fjalët tjera i thot shahadetin hiç, s'mund ta thon. Tha sallallahu alaihi wasallam, e ka nonën gjallë? Than po. Tha thirr një nonë. E thirrën nonë, e pyeti, si ke pas hallet ti me gjallin ton? Tha ja Rasulullah, jo mirë. Tha pse? Çka ka? Tha kur blente diçka e binte te shtëpia, i zgjedh ato të mirat, ja jep te gruas dhe fëmijëve, çka mbetçin më jep te mua. Ai zgjedh ato të mirat. Ha, pa i grua, merri çeto, që edhe te im çeto, e çkto, as i hani këto ja lëm nonës. Po dhe, këto ja lëm nonës. Blej treja, tesha, blej gjora tresha, vesh tjerët, te non qaki, më nuk të kanë hije, vesh e qatë stelën e vjetër. A kështu a? Tha qështu e ka pas halin me mu? Tha sallallahu alaihi wasallam, atëhere ki meriton dënim, tha. Unë dhe ti porosit ashabët të bajnë drunë, tha, të ndezim një zjarë e ta djegim. Tha, bani drunë. Ajo po rrinë kështu, di pak e idhnume, me të vërtet, e idhnume nona, subhanallah. Tha, ja Rasulullah, shka do të bëni? Tha, ta kallim një zarmë. Tha, edhe ta djegim Alkamën. Ta dënojmë, tha, për gabimin që ka bën ndaj teje. Kur e paset po ndez zarmë e me djeg, tha, ja Rasulullah, me ja falun gabimin, tha, çka bëhet? Tha, me ja fal ti gabimin, i lirohet guha, thot shahadetin, se për ndrysho të shku pa iman. Tha, t'ja bëj halal, tha, si dush. Tha, halal, zemra e nonës, ha? Subhanallah. Nuk u da kur du të digjet në zarmin e dynjos. Ku mbet të shkon pa iman, tjese e bedyle bet në zjarë. Tha, ja Rasulullah, ja fala, halal ja bona. Tha, shkoni shifni, kur shkun, la ilaha illallah. Alkame po thot shahadeti, ju liru guha, pas ja boni halal nona. Pra, dënimi prej dynjo fillon, o vëllezër të dashur. Ndërsa një tjetër, në aspektin pozitiv, një djalë ishte kon shumë i mirë, kish falë shumë namaz natë. Thuja se shumicën e natës e kish kalu në namaz. Një natë nona e ti smuhet, edhe thirë, thot, o birim, eja nga të nonës. Thot, o nonë, unë po du më u falë, thot, unë fali namaz. Thot, ma me nonën, ullun nga të mu, thot, se unë nuk jam mirë, thot. Nuk jam rahat, nuk jam mirë. Po qka të bëjnë nonë? Vinë ma thot dorën ndërkrije, e ndihmon pak se kam siklet. Thot, ja vut dorën nonës ndërkrije në vend jastikut deri në sabah. Ajo sillu pështilun herande në herkënde, kimba nonën, vet dorën, bon hizmet, fresko, e puj, gjithë natën, deri në mëngjes. E pasta i kalon nonës, e pasta i ki ndron jetë, shokët e ti të mirë, njerëzit e mirë e shofin andër. Qa me pa? Në përbashkët e gjennetit fluturon. E piti njoni, tha, qka bomre, tha ti, tha, elhamdulillah, Zoti më ka mundësu t'jem prej banorëve të gjennetit dhe të fluturoj të shëtitem në për gjennet. Tha, po ta merë me hendja brevla, tha, ti gjithat namaz sa ke falë, tha, jo, tha, këtë dhurat, tha, nuk e kam për namazin që kam falë. Tha, për qatë natë që s'jom falë. Tha, këtë dhurat e kom për qatë natë që s'jom falë. Tha, si, pse si e falë i ki fitua, s'na hin krije. Tha, një natë nuk jom falë, se i kam bo hizmet nonës, e kam rujt nonën se ka pas nevoj për mu për që ato Allahu dhul xhelal ma ka dhuru. Subhanallah. Pra vëllezër të dashur, do në të thotë se respekti i nonës është mbi namazin nafile. Nafile frasëm, jo për farzin. Pra një njeri do në të falje nafile namaz,
nana ose baba ka nevojë për hizmetin e tij, atëherë hizmeti i nanës dhe babës është më i dashur te Allahu Dhul Jalal se me bë punë nafile. Pra kështu e ka gradu Allahu Dhul Jalal ato të cilin ai pra e ka respektu dhe i ka bë hizmet nanës. Ndërsa njoni s'kishte pas fëmijë gjatë kohë, i lutet Allahu Dhul Jalal, shkon në Kabe, atje para Kabes i lutet Allahu, thotë o Zot ma jep një evlat. Amon ja Rabbi, ma jep një evlat. Allahu Dhul Jalal ja pranon lutjen, ja jep një djalë. Djali rritet ki plaket. Mirë po i ka kallzu djalit, so bir, unë s'kam pas gjatë evlat, por në Kabe Zoti ma pranoi, ti të fali për mua si dhurat. Tha baba, në Kabe tu ka pranu lutja. Po bre biri pa të kallzu si i vogël. E kur u rrit ki, se me durante babën, thoshte të ke mundësi që kënë Kabe, atje ku është lutë baba em të linde unë t'i lutëm të vdese ki. Subhanallah. Pra, kështu kompensohet e mira e prinderve. Pra, shembujt na flasin se ato që janë sjell keq ndaj prinderve e kanë marrë dënimin. Ato që janë sjell mirë ndaj prinderve e kanë marrë shpërblimin. Sa dje me kishin qu babën shtëpinë e plegjin, edhe e kanë lonë. Ju lajmërohen ato në telefon, thonë, duhet që të regojmë se baba ju i ka vdek. A që folin telefon, tha, pa një shtash ka qenë gjalla. Subhanallah, ato i kalzën se ka vdek, ki habite, thot, pa gjallë ka qenë një shtasha. Kjo është model madhe in Europa. A modeli madhe in Islam është kretë ndryshë. Se në Islam hiq mos ki gajle. Islamit garanton që ato qka dhe e bojsh, që ato dhe ta gjejsh, qka të mbjellish, do korish. I amel ma shi'te kema te dinu të dalë. Tha sallallahu alaihi sallam, el birru la jebla, e mira nuk shlihet, wa dhembu la junsa, gjunahi nuk harrohet. If'al ma shi'te kema te dinu të dalë, puno qka të bësh se qka të bësh do të gjejsh, wa dajanu la jemut. Ai gjykatësi suprem, ai nuk vdes as njëherë. Ai është mbikëqyrës. Edhe punën kur ta bëjmë, edhe respektin e prinderve për hir të Allahut Dhul Jalal. Nëse duam që me to të fitojmë xhenetin. Pra, kur të na urdhnojnë, t'ju përgjigjemi. Kur të kërkojnë diçka prej neve, mundësisht t'ju plotësojmë dëshirën. Kur të ka nevojë, të lutemi për ata. Sa të kemi mundësi në gjirin familjar, t'jo pregaditim ngrohtësin familjar. Wahfid lehuma gjanaha dhulli min ar-rahme. Tha Allahu Dhul Jalal në Kur'an, lëshoj fjetet e mëshirës për ta. Çfarë shprehje, fjetet e mëshirës. Ju e keni pa shpendet, pula sidomos, i ngren fletet me mëshira dhe i shtin për fundi zogjt e tij. I shtin ndër fjet. Allahu Dhul Jalal thot wahfid lehuma, gjeroj fletet e mëshirës. Mos u bën i ngusht, mos u bën kokprac ndaj prinderve, bonu i mëshirshëm dhe tolerant, dhe bën dua, dhe lutja Allahu Dhul Jalal, tu kon gjallë, po edhe pasit vdesë. Dhe asesi nuk ja vlen me ja u kthi shpinën prinderve siç ndodh me ne në disa raste. Në disa raste, koha e lip, sistemi o qashtun, nuk na bajnë shtëpi tash kallaballëk. Po, shtëpit janë ngushtua, po. Me një vakt të vëllezër të dashur, fliteshte filon familja 40 antar me një shtëpi. 40 antar me një familje. Kishte bereqet. A di pse? Se dhamat ishin të gjana. Dhamat i mbaroshin për njerëzi. Tash dhamat i mbarojnë për drasa. E tash ku të mbushet me drasa, s'ka vend për njerëzit. Ngushtohet dhama, s'ka vend edhe për nanën, s'ka vend edhe për babën. E tani hajtë mbanes që tërkun, u kri, mbanes, po nëse lipin kushtet me dalë mbanes, a thu kushtet e lipin edhe me harrumo adresën prinderve? A thu kushtet e lipin këta? Jo, kushtet këtë nuk e lipin o vëllezër të dashur, po edhe në qojtë dikush jashtë banesës, ku jetojnë prindet, mundësisht, njëherë mëngjes, njëherë mbrëmje me shku me i vizitu, me shku në sabah me të përqafu nanën dhe babën, a ungritet, a fletët, a jeni mirë, se vallahi, qaj fëmin, qaj e vla, që përqafon prindin,
nanën e babën, inshallah Allahu dhu xhelal trupin e tij nuk e sprovon me zjarr xhehenem. Walakin qalilun ma hum, por ato kanë vetë shumë pak ose ndoshta s'ka. Po inshallah të ketë, se kur mos ketë nuk është në rregull atëherë, po ndoshta kanë vetë shumë pak ato evlat të cilët mëngjes edhe mbrëmje bere me përqafu prindet një herë, se e përqafon mëngjes e ndoshta mod nuk e mrin, nuk e shef, çati ketë fundi, ose e përqafon mbrëmje në sabah se mrin, pra në tjesë e përqafimi i fundit. Mos të hape se ka po këto, jo bez vdesin këto. Jo be, ajo qetra gjembas, ajo fisnikja thot, ku është ajo ditë? Ku është ajo ditë? Zoti na rrit, është madhe në Evropë, a madhe në Islam është këtë ndryshe. Prandaj, ke matë e dinu të da, hiq pashibe, si cilësh ndaj prinderve, dë sillen fëmijët ndaj teje, kjo është një bajnë dy. E kish marrë njoni kish u babën në shtëpi të pleqshve, e pastaj njoni kish pa babën e vet, kish shku hiq. Tha isha ta i qaki jem. Tha isha pak e pashta, edhe joti tha çarshafi ish bo pala. E i thot djalit vet, mere bir një çarshaf, thot e çoja ati qakit tem, thot i babës plagde, çoja tha aji kur rrin pleqt. Edhe djali shkon e shef, kur e shef çka me pa për gjuna. Edhe deli blen 2 çarshaf. Ai thot njo ki blen 2. Edhe shkon njonin, ja shtron, ja drejton, si nipe, disa do ku do më shiri, i ri. Edhe tani vjen, kur ti im teke, tha, a ke e thot e baba, e po, tha po. Tha, blejt e çarshafin, tha, i blejta 2. Unë njotë këmë thonë ti ke hargju pare 2. Qaj duhen 2 atë? Njotë, tha, bolle kaj. Tha, jo, bolle, jo, nuk ja këmë thonë të ditë. Njonë ja këmë shtru ati, e atë tjetërin e këmë marë e ruj, tha, kur të të qoj ty të ta bi hazë. Qka dhe njëtë? Tha, po dhe tha, dhe tha hazër be, mësë ngushtohem atëherë, ta kem hazër, tha kur dhe, ndalu kujtu, do në të thot, unë e këmë qu baban atje, ki prej tash u bo ka hazër të më qoje, ka dale kështu si me vjedhme, shkoj e mur babën, tha, aman, po vlezër të dashur. Andej, edukata islame, për të cilat flet Allahu dhul Gjelal, flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e halli jonë me fol për respektin dhe obligimet e prinderve, me të vërtet është shumë pak. Modernizimi e ka pru. Me babën, ashtu edhe ashtu pak, ama me nonën, subhanallah. Ne për para sa mbaj mend të vlezër të dashur, nuk kishim guxim tash, nga friga, nga respekt, ju vetë dini, kush ishte ai prej neve që e prit të babën ullet. Kur hinke baba në dhamë, krejt antarët e familjes u qonin kam, sidomos fëmijët. Tash hin baba, hin nona, si me kona gjenë hotel. Ku e di kush hin, kush del? Asa her kur t'hinja i të ngreje mona. E njoni tha i shtri, e shikjon të televizionin, shikjoshin sportin, di vlaza, e njoni i shtri, bëgje mirë, e baba i veti thot ati të vogli, tha o birë, tha, qubre birë, tha be e vla, tha mbush ma një uj, tha, që bo, që? O biro, tha, qubre një uj, e lutën, edhin, aha, po dhe po, po, edhe njëherë, tha, o bira, po ma mbush një uja, a i madhi pak ma pelivon që pedagogë, di mirë, i menshëm, oh, bre, tha, me koqan krije ti. Po pse bre që sa herë lutëm, po tia e dimbe se kisë njondja, se ke pasës mërvesh? Bab, tha, mësu lot badi hava qupi i vetë, mbushma edhe mu. Hajde, më hub vakë, po të kotë, si dusht pish uj, ma shpejt. E, mas i ngrihesh një dhe di pun, ushma edhe mu. A nonës mos flasim, për nonëna? Nonë, shkret. Nonë e shkret. Qitë ma një qaj nonë, ja qitë, nuk thash kështon. I randër, një tjetër, shumë sheqer, pak sheqer, nona, shegale, hizmeqara, në vend që ne t'ju shërbejmë, t'ju të bëjmë hizmet, nona njërë ditën e fundit mundohet të të bëjmë hizmet ty, kjo nuk ashtë në rregull. Një bajnë dy vëllezër të dashur, nuk du të zgatin këtë temë, se ndoshta bile edhe është monoton, ndoshta edhe është mrapa mbeturi, ne edhe mon këtë shekull të miremi me këtë problem, në këtë kohë, mirë po ja që e kërkon nevoja, me të vërtet edhe mo është aktuale, që të flitet mbi respektin e prindërve, e sidomos në këtë kohë që me të vërtet na ka çorodit modernizimi huj, po s'na ka faj kërkush, na vetë kemi teptis, po lusë Allahu ndu Gjelal që rinia, evladi, i këti umeti, që mbahet parimeve kuranore dhe porosive pejgamberike,
e të mos u largohet atyre nëse don të shpëton në këtë botë dhe në botën tjetër. Ai që respekton prindët jeton rahat me kënaqësi në këtë botë. Ai që nuk i respekton do t'i ngulfatet jeta dhe kur nuk do të jetë i disponuar, e mos flasim për në ahiret. Kur nuk do të ketë merita, kur nuk do të ketë shpërblime nga Allahu Dhul Jalal, nëse ai prindërve nuk ju ka bën hizmet, nuk ju ka shërbi, nuk i ka respektu. Lusim Allahun Dhul Jalal, ibadetet që bëjmë për Allahun të na i pranon, respektin e prindërve të na mundson, për hatin e respektit të prindve Allahu në çdo aktivitet dhe punë të na ndihmon, nga azapi xhehenemit të na shpëton, Jannetul Firdausin nasib të na bën. Aqulu qawli hadha واستغفرullah li wa lakum واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ينفع الندم حينما زلت القدم هل ترى ينفع الندم حينما زلت القدم حرقة تملأ الجوى والحشا ينضع الألم والحشا